Unë si pikë të parë, sepse për qytetarët në qendër ndacak mbeturinat edhe të llovia në komunikacion, edhe këto ke menu që dojmë me bë për to. Arsimi rinia, apo shkruan çto 154 milion deri 195 milion për 4 vite. Arsimi rinia. Shëndetësia kujdesi social, 85 milion, 116 milion për 4 vite. Janë planen detale, po edhe me kosto. Infrastruktura transporti, 90, 120 milion për 4 vite. Të me thonë që shtu i ki nda me gjitha, programi jonë është i ndam në 7 shtylla kryesore, është bazik me ato që ka muj me bo, mjetë zhig që nuk jem një stad ku kishim mujt me premtu edhe me bo gjona edhe tjerat nevojshme për Prishtinën, kështu që e kem bazu ndo gjona shumë të nevojshme edhe emergjente, për shembull si që tregu, e si që në këto krejt bazike. Tashti për arsimin. Unë si pikë të parë, sepse për qytetarët në qendër ndacak mbeturinat edhe të llovia në komunikacion, edhe këto ke menu që dojmë me bë për to, edhe kem plan konkret të hollësishëm dejnë detaje. Edhe me kohë, po edhe me kosto. Unë e kom sigurinë e fëmijëve në përshkolla. Masi jem të përjetu një situatë tron, ekonomike, shoqërore, politike, të ndasive dhe të qëroditjes shoqërore, me fokus jam për me siguru fëmijën mas pari. Janë këto problemat infrastrukturore gjitha, mirë për du mi siguru fëmijën për shkolla, sepse janë ardhmja jonë. Tjetra, ka plot prind që kanë ndërtu banesa, kanë bleki rrët mira, i kanë bot gjitha, kanë qenë në restoran. Mirë po, ato nuk na vynë kur gjo nëse nuk i kem fëmijën e sigurt në për shkolla. Këto ka menu me bo në formë inteligente, jo me rrethoja, duke përfshi policë në pension, njerëz të edukum, me të kalume të pastër, të dinjitetshme, cilët kanë më konë të padukshëm, mirë po kanë me ofru siguri fëmijëve. Fëmiju do tjetë i shëndetshëm, i sigurt, i arsimum, i disiplinum. Këto shkolla do të pajisen me kamera, po edhe qyteti gjithashtu edhe rendi publik,